komandant Sajt Jasharin e kom takuar për herë të parë në qershor të vitit 1998 në Likoc të Drenicës, ku ka qenë shtabi i zonës operative të Drenicës. Isha duke përgatitur dokumentarin e parë kushtuar ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe vlerësova se në këtë dokumentar duhet të marrë pjesë edhe Sajt Jashari, njëri prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të komandantit legjendar Adem Jasharit, i cili në atë kohë ishte edhe komandanti i policisë ushtarake të UÇK-s të zonës së Drenicës. Rrëfimi i tij ishte shumë spontan, si ka qenë Sahiti, shumë i natyrshëm, por njëri energjik, i vendosur dhe gjithmonë optimist për aspiratën e popullit tonë për liri dhe pavarësi. Po, shumë vështirë ka qenë të realizohen intervistat në kohë, sepse një pjesë e njerëzve hezitonin që të jepnin intervista, sepse kishin familjet e tyre në qytete dhe vendbanime ku policia serbe i bastiste familjet e tyre dhe ato rrezikoheshin. Unë më mend vullnetin e jashtëzakonshëm të luftëtarëve të UÇK-s, mes të cilëve ka qenë edhe komandanti Sajt Jashari. Policia ushtarake, ushtrisë shërbimtare të Kosovës, është të përgatitur profesionalisht dhe çdo herë dashme të kryej ulët e shtabit përgjithshëm të Kosovës. Mbaj mend detajin kur Sahiti ishte duke qëndruar të pranë shtabit të zonës operative të Drenicës dhe e pash me motor. Edhe më la përshtypje të veçantë se kishte një motor shumë të mirë, edhe thash Sahit, unë kam dëshirë që të bëjmë disa pamje bashkë me kameramanin Abazeka, disa pamje duke vëzitur motorin edhe me emblemen e UÇK-s. Po ashtu edhe me makinën e tij zyrtare, me tabela zyrtare UÇK që patën filluar në atë kohë për herë të parë. Por gjithë ato fjalë që i thoshte me mbulesë, i thoshte me optimizëm se populli i Kosovës do ta fiton lirinë e vet. Po Sahiti duhet të kujtohet si një shembull shumë pozitiv, një luftëtar i të vendosur, një luftëtar i cili ka kontribuar në momentet më të vështira bashkë me komandantin legjendar Adem Jashari me bërthamën e parë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës.